që pas videos së bujshme ku protagonist ishte Princ Leka II dhe ish bashkëshortja e tij, Elia Zaria, jeta e princit, si ajo personale dhe ajo në publik, janë gjithmonë në syrin e publikut. Fejesa e bujshme në jugun e Shqipërisë, në një nga vendet më luksoze, nuk ngeli pa u komentuar dhe pa rënë në sytë e publikut. Një fejesë me partnerin e tij, Blerta Celibashi, që ishte me finesë, që ishte e kushtueshme, e kuruar me çdo detaj, nuk i ka shpëtuar as syrit të mediave britanike, më së shumti ato që merren me familjet mbretërore, ku një ekspert ka analizuar unazën e fejesës që Blerta mban në gishtin e saj, dhuruar nga Princ Leka. Sigurisht që pas intervistës së bujshme që princi dhe Blerta kishin tek Arbana Osmani, tek Mimbrëma Yje, ku ndanë për herë të parë njohjen e tyre se si ka ndodhur, por edhe princi komentoi videon e bujshme të tij me Elian, ka një lloj pargjykimi dhe gjykimi që princin e nxjerrin fajtor dhe Elian e nxjerrin viktim të kësaj situate. Por ajo që është kryqëzuar më së shumti dhe që ka një lloj narrative dashakejse në rrjet për të është Blerta, ku është në syrin e publikut pak a shumë si një lloj personi që hyri edhe ndau një çift, kur në të vërtetë princi dhe Blerta treguan se nuk është ashtu, por kjo narrativ është ngjitur te publiku dhe nuk është e lehtë të shqitet. Pra, siç e përmenda, një ekspert që merret me familjet mbretërore, që analizon dhe jep detaje për çdo gjë që ka të bëjë me familjet, e që në fakt është ekspert i bizhuterive dhe themeluesi i markës Abellini, Nilesh Rakohila, e përshkroi dizajnin e unazës si mbretëror dhe elegant. Ai shpjegoi se unaza përbëhet nga një diamant oval ose me prerje vendosur mbi një rip të hollë dhe lidhet me harmoninë dhe dashurinë e qëndrueshme. Është pikërisht mesazhi që edhe princi ka dhënë për atë çka i ka dhënë Blerta në jetën e tij, një qetësi, një dashuri, një respekt, edhe një jetë ku nuk ka probleme. Pra, mirëkuptim dhe bashkëbisedim mes të dyve, tregoi së kohë princi në intervistën me Arbanën. E duke vijuar në atë që ka thënë themeluesi i markës Abellini, që është ekspert i bizhuterive të familjes mbretërore, ai thotë që janë forma të hijshme romantike, por jo të tepruara, që i përshtaten në mënyrë të përkryer dikujt që hyn në jetën mbretërore. Edhe pse nuk është unaza më e madhe do një fejese mbretërore, eksperti theksoi se ajo është punuar me mjeshtëri dhe ka vlerë të madhe si financiare, e që shifra që është bërë lajm, që po e komentoj dhe unë në këto gojtë miletit, është 120.000 euro. Sigurisht për të qenë saktë dhe për të marrë një konfirmim edhe nga Blerta që mban unazën, i shkruajta për ta pyetur nëse është i vërtet si lajm, edhe pse nuk kam një reagim nga ajo, kurdo që ta sjellë, sigurisht që do ta ndaj edhe me ju. Padyshim që publiku ka pyetur më një herë dhe kanë bërë atë analizën, kanë marrë lapsin dhe letrën për të bërë llogaritë e princit se ku e ka gjetur këtë shumë kaq maramëndse për të blerë vetëm një unaz, e pikpyetjet janë të shumta në një kohë ku vendi ynë është një republikë parlamentare, pra nuk është një mbretëri që mund të ketë dhe të ardhura aktuale, por nga ana tjetër nuk duhet harruar që princi ka të trashëguar prona edhe padyshim në mendjen e publikut vijon ende çështja e Floririt, se ku shkoi edhe se si u përfitua nga familja. Padyshim Blerta dhe princi janë në qendër të vëmendjes me çdo lëvizje që bën, siç ishte edhe fejesa në jugun e Shqipërisë, në një nga vendet më luksoze, ku kuptua finesa edhe një lloj klasi, jo vetëm në veshjen që ishte shumë fisnike e Blertës, por edhe në të gjithë kompozimin dhe arredimin e vendit ku zhvillua fejesa. Sigurisht që pjesë e ceremonisë ishte dhe vajza e princit, princesha Geraldine, ku në ato postime që edhe vetë Blerta ka ndarë në ato video dhe foto, duket që është e lumtur me këtë marrëdhënie dhe kjo është një gjë pozitive, pasi siç e përmendam, në gojën e miletit, Blerta është cilësuar si një lloj
personi që u fut në familje shkatroi, edhe kur ajo foli për zemërsisht për princeshën e vogël, njerëzve ju duk pak se e habitshme se si një person mund të ketë një lloj dashurie për dikë që nuk është i saj, po kjo nuk ka të bëjë. Ne duam edhe njerëzit që nuk janë gjaku ynë edhe nuk kanë ardhur në jetë nga personat tanë. Por padyshim që e vogla princesh është një mrekulli, edhe duket që Blerta ka një lloj kujdesi, ka një lloj dashurie për të. Duke u ndalur edhe më tej tek vlera e unazës marramëndse 140.000 euro, padyshim që është një shifër shumë e lartë për situatën ekonomike, po edhe për vetë jetesën këtu në Shqipëri. Kjo nuk do të thotë që princi nuk ka të drejtë të bëjë shpenzime të tilla, por është një shifër goxha e bujshme, e madhe, dhe me një peshë në një vend si Shqipëria ku çdo ditë mediat raportojnë për një varfëri të popullit edhe për një shtresë e cila nuk i ka mundësit as të konsumit të përditshëm, as të minimumit jetik. E ndërkohë kur përballesh me të tilla shifra nga një le të themi princ pa mbretëri, pikpyetjet janë të shumta, por deri më tani nuk ka asnjë reagim si nga obori mbretëror, por as nga Princ Leka II, pa as nga e fijuara e tij Blerta Celibashi, por vetëm ka ndarje të momenteve si me foto, por edhe me video të gjithë ceremonisë që duket që ka kushtuar goxha dhe duket që është kujdesur që ta ketë me detaje dhe me mesazhe që kuptohen që duan të përcjellin një frym pozitive, një frym të një dashurie që i bën mirë të dyve, edhe pse janë në këtë vorbullën e komenteve dhe një trysnie dose më shumë dashakeqëse, ka shumë prej tyre që e mbështesin princin dhe partnerin e tij Blerta Celibashi. Nuk dihet ende nëse do të kemi një dasëm dhe do ta shikojmë sërish princin të veshur si dhëndër. Për dasmën aso kohë me Elian u bë lajm ndërkombëtar dhe zuri vend edhe në shtypin e huaj në faqet e para të gazetave dhe të revistave. Nuk dihet edhe nuk ka informacione nëse do të kemi sërish një dasëm në oborin mbretëror ku kësaj here nuse do të jetë Blerta Celibashi e sërish dhëndër Princ Leka II. Duke u ndalur edhe tek pika e fundit, tek ndërhyrja e tejmase e publikut në këtë situatë ku kanë dhënë mendime dhe duke e parë sipas tyre të tepruar dhe të përshpejtuar të gjithë fejesën një vit pas situatës dramatike që princi kaloi me ish bashkëshorten e tij, pra ai u shpreh që nuk kishte më ndjenja, ishte konsumuar dashuria, jetonin në një shtëpi edhe pse nuk shiheshin apo prekishin fizikisht, e dhuronin vetëm foto kartoline, kjo për hir të sy të publikut. Por jeta vazhdon dhe kur njeriu ndihet i lumtur me ato që bën, pa prekur dhe pa lënduar dhe pa cënuar përgjegjësitë e tij si prind, besoj që edhe princi ka të drejtën e asaj çka po bën, që ka lidhur jetën me dikë tjetër që e bën të ndihet mirë, në qetësi, në paqe, në harmoni, që ka një ngrohtësi shpirtërore, dhe kjo gjë është e reflektueshme dhe nuk është vetëm një kartolinë siç princi e ka përmendur aso kohë në lidhje me ish bashkëshorten e tij Elia Zaharia, por realisht me Blertën kuptohet edhe shikohet që ndihet mirë, prandaj edhe ndajnë me publikun të gjithë këtë situatë që ata po kalojnë, dhe nuk ishte si të mos zinte vend edhe fejesat tyre luksoze, bujshme dhe shumë rafinuar në jugun bregdetar të Shqipërisë, në një nga vendet më të kushtueshme, por për dashurinë bëri gjithçka, e me sa duket princi nuk është kursyer që të harxhoj shumë për këtë fejesë, e deri tek martesa besoj se do të ketë një kohë stopimi dhe do të duhet që të rikuperohet e gjithë kjo atmosferë, apo të tregohet më shumë çësje pozitive për të. Duke mos harruar të komentoni, e rëndësishme është i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.